Shuhet në moshën 73 vjeçare ish kryeministri Fatos Nano. Ky fundit prej kohësh vuante nga probleme me shëndetin, të cilat duket se këtë herë si ka përceu dot. Fatos Nano u tërhoq nga politika në vitin 2005 pas një karriere të gjatë dhe të shquar si kryeministër i Shqipërisë. Nano prej një muaji ishte në reanimacionin e një spitali privat. Kush ishte Fatos Nano? Ai e filloi karrierën e tij politike në vitin 1991 pasi u zgjodh kryeministër i qeverisë së tranzicionit, me qëllim që të organizojë zgjedhjet e para demokratike në Shqipëri, në po atë vit dhe të përgatisë vendin për tranzicionin drejt një ekonomie tregu dhe sistemit demokratik. Zgjedhjet në 31 mars 1991 u fituan nga Partia Socialiste e Shqipërisë dhe ai u caktua përsëri kryeministër. Pas 2 muajsh ai u detyrua të jap dorëheqjen. Atë vit ai u zgjodh kryetar i Partisë Socialiste, e cila ishte pasardhëse e Partisë së Punës së Shqipërisë. Në mars 1992, Partia Demokratike fitoi zgjedhjet dhe një vit më pas, Fatos Nano u burgos pasi u akuzua për korrupsion dhe abuzim detyre nga gjykata.